Këtu është horoskopi i hënë 24 nëntor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Nëse keni kërkuar një ndryshim për një kohë, kjo është koha për të shqyrtuar propozime të reja. Ditë e rëndësishme për dashurinë. Demi. Kini kujdes që të mos përjetoni një takim në një mënyrë konfrontuese, dita në tërësi është interesante. Ju mund të jepni një ultimatum për çdo që u shpëton disa kërkesave. Binjaket. Nuk është e lehtë të gjesh qetësi sepse këto ditë je shumë i lodhur, shumë gjëra për të bërë. Vendimet për një shitje ose një blerje në këtë periudhë ju duhet të zgjidhni një biznes të papërfunduar me të kaluarën. Gaforja. Marrëdhëniet e reja të bashkëpunimit janë konstruktive dhe ofrojnë lehtësira që nuk i mendoni të mundshme. Nuk ka dyshim që je një nga shenjat më të spikatura të sotme. Luani. Keni dëshirë të ëndërroni, besoni intuitës tuaj në punë dhe biznes. Ligjërimi i dashurisë është në rrimëkëmbje për ata që kërkojnë mirë. Virgjeresha. E kuptoj që do të dëshironi të kishit zgjidhje të menjëhershme, por tani për tani nuk ka referencë ose nuk është e mundur të arrini atë që dëshironi, në vend që të luftoni tani duhet të ngecni. Peshorja. Ata që kanë një projekt të mirë nuk duhet ta lënë atë, është koha e duhur të besojnë në aftësitë e tyre. Një pasion i madh mund të kthehet në dashuri, takimet janë pozitive. Akrepi. Nuk ju shkon ashtu siç dëshironi, disa ngacmime në punë, duhet të paksoni një bashkëpunim. Kujdes nga palët e treta të pakëndshme. Shigjetari. Ditë me një gjendje qetësie. Konfirmimet në punë, kështu që gjithçka që vendosni të funksionojë mirë. Nëse ka diçka për të diskutuar në dashuri, ose nëse doni të bëni një qasje, atëherë bëjeni tani. Bricjapi. Situatat që krijohen sot janë të favorizuara, por sonte ka një lloj rënje energjie. Një mirëkuptim i mirë në dashuri, por kini kujdes nga parata. Ujori. Ditë e shkëlqyer si protagonist, nëse keni një rol drejtues ose në çdo rast duhet të vendosni për gjëra të rëndësishme, tani është koha e duhur. Peshqit. Një ditë intolerance ose thjesht pritjeje. Disponueshmëria juaj nuk është e jashtëzakonshme dhe për këtë arsye do të ishte e përshtatshme të shmangni konfrontimet direkte me njerëzit që mund t'ju shqetësojnë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.